Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij, për të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Duke marrë parasysh se njeriu është e gabimtar dhe rrëshqet, prandaj Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që të bëjmë vepra të mira e nëpërmjet atyre veprave të mira që të na shlyhen gabimet. Pra njeriu si njeri në krijesën e tij të pastër, ajo është anon ka ajo që t'i zbatoj urdhat e Allahut xhaleshanuhu. Por shejtani, shokët e këqij, nefsi njeriut, pasionet e tij bën që ai të largohet prej rrugës së Allahut xhaleshanuhu. Pra që ne të largohena prej gjunaheve, sidomos prej atyre të mëdhajave, sepse gjunahet e mëdha janë shkatruese, që e shkatrojnë njeriun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që po ashtu edhe Allahu xhaleshanuhu që të zbatojmë disa gjëra, nëpërmjet atyre gjërave të na shlyhen gabimet që I bëjmë ne. E këtu është e fjala për gabimet e vogla, të cilat janë me gërmadha të ne, sepse ne vazhdimisht, njeriu gabimtar është vazhdimisht. E si kur ato të grumbullohen dhe mos pastrohen, atëherë blokon imani I tij. Zemra e tij blokon edhe vjen mazallat deri te edhe mos besimi. Allahu fuqiplot në një ajet kuranor thot kështu: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nëse ju u largoheni gabimeve të mëdhaja, ajet kuranor është, u largoheni gabimeve të mëdhaja, si zinaja për shembull, apo vjedhja, apo sulmi ndaj njerëzve që janë në të drejtë, edhe të ngjashme, nëse këtyre ju u largoheni, atëherë Allahu xhaleshanuhu thot: nukaffir ankum sayyi'atikum, wa shlyem ne gabimet juve të cilat I bani çdo moment. Njeriu gati se çdo moment bën gabim. Ama nuk e hetojmë ne nuk e hetojmë. Asnjë nuk ka drejt thote se unë nuk jam gabimtar. Vetëm pejgamberët, nga se Allahu xhaleshanuhu I ka bërë të pagabushëm, përndryshe përveç pejgamberëve, domethënë të gjithë janë gabimtar. E wa khairul khata'in, ndërsa njerëzit që gabojnë, më të mirë kush janë për atyre që gabojnë, janë ata që tawwabun, ata që kthejnë dhe I kërkojnë falje Allahut xhaleshanuhu. Pastaj nuk thot vetëm Allahu xhaleshanuhu që u ashli atyre gabimet, por thot wa nudkhilkum mudkhalan karima, dhe juve atëherë thot do të fus në një vend të ndershëm. Normal do të thonë dietarët thonë se këto është fjala për xhenet, por ka dietarë të cilët thonë se wa nudkhilkum dhe do të fus juve, apo do të mundsoj mundësi të kenin këtë dunja të ndershme. E keni parasysh për shembull njeriu kur është në të drejtë, pa marrë parasysh
sa mund të akuzojnë atë, ai atë punën e drejt, kur është e drejt në hakin e vetë, e bën me nder edhe me krenari. Ndërsa kur bën një gabim, çka bën? Fshehet, shkon në për vendet largëta, shkon në për flicira, edhe në për flicira shkon. Pse? Se ajo është e fliqët. Edhe prandaj do më thonë, i takon flicira. Kina parasysh. Ndërsa kur punon vepra të mira, punë të mira, do më thonë krejnë e kje lartë, edhe nuk e ndjesh vetën gabim. Edhe kjo shumë më rëndësi, mos e ndjesh vetën gabim, se nuk je gabim, të qirat edhe me të thonë se gabimi je, të i do më thonë je jo gabimtar. Edhe prandaj, u anudkhilkum, do më thonë dikush për komentatorët, dhe do të mundësoj uve që të keni krenari. Përveç asaj se Allahu Gjellëshanu do të na mundësoj edhe xhenetin, por edhe krenari të keni. Pse? Se ju largoheni prej gabimeve të mëdhaja. Ndërsa gabimet e vogla thot Allahu Gjellëshanu e marë përsi për që t'u ashli. Paramendoni. Prandaj, shtrohet pyetja, si mund që njeriu t'u largohet gabimeve të mëdhaja? Se me vërtet ato janë muhlik, janë dhe më thënë që e shkatrojnë njeriu, që e futin në xhehenem njeriu. Thot në një, ijtinabu ashabiha. Në më thonë që të largohësh prej shokve që janë gabimtar të mëdhej, që bëjnë gabimet mëdhaja, të largohësh prej tyre, të mos ulesh me ta, të mos shoqërohesh me ta, të mos ulesh të hash me ata, apo të bisedojsh me ata. Pse? Se njeriu është e magnet. A dhe normal se ai që bën gabimet mëdhaja, ai do t'i reklamoj ato. Spaku do të flasë të i për ato. Gradualisht shejtani punon, nefsi punon, gradualisht edhe ti do të duhesh të bësh gjëra të tilla. Prandaj, ta marram si shembull, njerëzit apo djemt të ri, të cilët konsumojnë për shembull kokain apo lloje të ndryshme, tash që kanë dalë do cigare, ku di une me vetën timin e qëtë qashtë, nuk di qka, do më thonë, edhe i kanë ba edhe me erë të këndshme, nuk di lloj gjajash, e aj që konsumon gjërat të tilla, aj a vetë me njëherë ka fillu të bëni gjë të tilla. Jo. Dikush ja ka mundësu, dikush ja ka zbukuru, dikush ja ka lehtësu ati për me e bo një gjë të tillë. Prandaj, të largohesh prej atyre që bëjnë vepra të tilla, është domosdoshmëri. Edhe askush mos mendoje, edhe thote se une i ballafaqoj ato, ballafaqohem me ta. Kjo është vetëm për ata dietar apo njerëz të cilët më të vërtet që janë shumë të denjë, edhe hinë me atë njetë që t'i largoj. Ama i rëndom t'jesh, është e problemi madh. Dhe më thonë, do të bijesh në kurthin e tyre. Kjo do më thonë, metoda e parë se si t'u largohesh gabimeve të mëdhaja. Si ishte, do më thonë, të largohesh prej njerëzive të cilët bëjnë aso gabime. Nëm dy, të largohesh prej gjërave të cilat janë të dashura tek njerëzit ato gabime, apo të cilat do më thënë joshë se janë për njeriu. Fjala bie, do më thënë mos shiqosh haram, mos shiqosh apo mos lexosh haram. Ka dikush do të unë e kam gjithë një libër shumë bukur, shumë i mirë është, tregon se si vjedhadutët vjedhen.
Edhe atë do të thonë me ilustrime të ndryshme, e normal se ki nëse i lexon ato, shumë lehtë është bëhet vidatut. Po ashtu edhe ti për shembull nëse i hapish ato faqet amorale që janë, shumë lehtë është të vish drejt ajo që ti bësh ato punë të këqija. Shumë lehtë është. Prandaj, domethënë prej gjërave në dy është prej gjërave të cilat i nxisin ato gjunahet, i bëjnë josh se ato gjunahet, domethënë prej atyre gjërave të largohesh dhe mos u afrohesh atyre gjërave. Pastaj në 3 ti lutesh Allahu xhaleshanuhu që Allahu xhaleshanuhu të të shpëtoj dhe të të largoj për atyre gabimeve, për shoqërimit me ata njerëz të cilët bëjnë gabime të tilla, dhe kjo se ka dikush po merr vonës nuk mundi para fjetjes. Kur të tjerët vlejnë krejt në heshtje, drejtohu ka Allahu xhaleshanuhu, drejtohu zemrën tënde ka Allahu fuqiplot dhe thuaj, o Zot, me të vërtet sinqerisht unë nuk i du këto gabime, nuk i du t'i bëj këto lëshime, ja Rabbi, mundësoma që unë të largohem për tyre, edhe lutu nga zemra e jote, nga thellësia e zemrës, edhe këtë bëre vazhdimisht, do të shohësh se me të vërtet Allahu xhaleshanuhu do lëshojë rahmet tek ti, tek zemra jote, edhe do t'i urrejsh ato. Në 4 shiqoni Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal me urdhën e Allahu xhaleshanuhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol, edhe nëpërmjet sevapeve që ne në shlyhin gjunahat. Paramendoni, sevapet që janë sebeb që të shlyhin gjunahat. Këtë nuk e themi kështu, do të thonë mëkat. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Të mirat, veprat e mira, sevapet bëjnë që të shlyhen gjunahet. Pra, shpeshtimi i sevapeve, fjala bie merr abdes, shoqërohu me njerëz të mirë, fal namazin, respekto prindët, bën ndihmo dikën që është i varfër, dikush që është i pamundshëm, do shohësh se çdo sevape, çdo vepra të mira do të bëhen sebeb që të largohesh prej punëve të këqija. Allahu xhaleshanuhu Kur'an thotë, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Të mirat, veprat e mira, sevapet i shlyjn gabimet që ju i bani. Pra gabimet këto fjala kuptohet është domethënë për gabimet e vogla të cilat janë me të madhe i kina. Po ashtu Islami është shumë i bukur. Forma të ndryshme Allahu xhaleshanuhu ka bërë që ne nëpërmjet tyre t'i shlim ato gjunahet tona. Paramendoni hadithe ka për shembull pas ezanit nëse thush ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, edhe vazhdon domethënë ma gjatë ajo paka, thot ati i falen gjunahet. Paramendoni. Sa herë thirrën ezani? 5 herë në ditën. 5 herë në ditën ke mundësi që o thot që të shlyhen gjunahet. Ta thush atë lutë që do thot që është. Paramendoni. Duke marrë abdes, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë se njeriu kur e lan fytyrën e tij, krejt gjunahet që i ka bërë me gjymtyrët që gjenden në fytyrë, ato thot me pikën e fundit kur e lan, herën e fundit fytyrën, bie edhe gjunahi i fundit. Edhe gjunahi i fundit.
durët krahat kër i lanë, e njëjta qashtu, këmbët kër i lanë, e njëjta qashtu. Pra, format të ndryshme Allahu Zuleshanu në ka dhënë neve që ne të kena mundësi të shlyejmë gjunahet. E paramendoni sa mundësi të shumë të ka besimtari që të shlyej gjunahet dhe sa pak mundësi ka të shlyej gjunahet e person i cili nuk fal as namaz, as nuk dëgjon ezanin, as nuk i përgjigjet ezanit, as nuk bën vepra të mira. Domethënë ai është i mbushur me gabime, edhe një ditë domethënë mund mazallah të humb edhe imanin. Ruana Zot, ela inna ahsana kalamu wa ablagha an-nizam kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.